Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, deklaroi në një konferencë për mediat se institucioni që ai drejton do të vijojë të garantojë rendin dhe sigurinë publike. Ai paralajmëroi edhe për një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën e komunikimit me qytetarët. Sipas Hitës, Policia e Shtetit po ndërmerr një reformim të qasjes informative, me synimin për të shmangur keq interpretimet dhe për të ofruar informacion më të unifikuar e profesional për opinionin publik. Strukturave të tjera policore duhet të kemi në raport me median dhe publikun. Policia e Shtetit është një institucion në shërbim të qytetarëve dhe çdo veprim i ynë ka një themel: garantimin e rendit, sigurisë publike dhe zbatimin e ligjit. Pikërisht për këtë arsye, ne e konsiderojmë transparencën një element të domosdoshëm të punës sonë, sepse vetëm përmes saj mund të ndërtohet besimi reciprok mes qytetarëve dhe policisë. Sot dua të ndaj me ju një vendim të rëndësishëm Policisë së Shtetit që lidhet drejt për drejt me mënyrën se si ne komunikojmë me ju dhe me publikun. Ky vendim nuk vjen rastësisht, por është rezultati i një reflektimi serioz mbi reagimet e shumta të qytetarëve, të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre për impaktin negativ që krijon në shoqëri mënyra se si përcillen çdo ditë lajmet mbi ngjarje kriminale dhe shumë lajme që ne japim nga çdo qark në përmbledhjet ditore. Hita u shpreh se vendimi vjen pas analizave dhe konsultimeve me specialistë të fushës, të cilët kanë evidentuar ndikimin negativ që mund të sjellë mënyra aktuale e trajtimit të lajmeve kriminale. Shpesh të dhëna në mënyrë të fragmentuar apo të nxituar krijon një ndjenjë pasigurie që jo gjithmonë pasqyron realitet. Informacioni pa konfirmuar dëmton jo vetëm hetimet, por edhe besimin e qytetarëve dhe të institucionet. Qytetarët kanë nevojë për informacion të saktë, të përgjegjshëm dhe të besueshëm. Forma e re e komunikimit synon pikërisht këtë standard, theksoi Hita.